i 2002-shit, unë do ta quaja veten njeri shumë i pasur, sepse kisha shërbyer dhe për shërbimet bën goxha para. Si kishe shërbyer? Kisha shërbyer antiterrorit. Antiterrorit. U vetë ofrove ti? Jo, unë nuk u vetë ofrova. Ata kërkonin informacion, unë ju dhash informacion dhe dije që këto informacione shteti amerikan i paguante. I paguante. Po. Ti u pagove ndonjëherë nga këto? Unë u pagova në djenin time, po në xhepin tim s'mbriti asnjëherë asgjë. Si në djenin tënde? Atëre. Në shërbimin e parë që është bërë në vitin e 2002, vlera e shërbimit ishte 3 milionë. Po një dëgjoje se tani po e shpjegon se kush është. Për gjithë ju që po dëgjoni, po na ndiqni tani, Angeli po shpjegon atë siç ka shpjeguar me 10 herë në kanalin Pisk prej më shumë se 2 vitesh Angeli që del në kanalin Pisk apo jo? Po. Prej më shumë se 2 vitesh. Po e shpjegon edhe për këtë herë, për shkak se po bëjmë këtë lloj bisede, po tregon profilin e vet, si kush është dhe si ka nisur gjithë historitë. Dhe historia është e tillë që ata që morën shërbimin e parë ishin francezët. Dhe francezët panë tek unë një njeri që mund t'ju bënte një punë për interesat e tyre, por natyrisht ata, duke qenë se praktikisht këtu në Shqipëri kanë plot spion të tjerë, e kupton? Dhe mendonin se unë do të viesha në rjeshtin e tyre, e kupton? Jo, vazhdo thjesht ka këtë procedurën TikToku që e bllokon. Dakor. Dhe me që unë nuk ja u pranova ofertën, sepse domethënë ai më konsideroi mua tani jemi tanët, e kupton? Unë i thash jo çuni miri thash. Unë të dhash atë që ti kishe nevojë, ti më jep atë që më premtove dhe ti në punën tënde, unë në punën time. Shifemi apo shifemi herë tjetër është tjetër gjë. Po tani për tani, ti në punën tënde, unë në punën time. Po. Atëherë. A mund ta themi cili ishte shërbimi që bëri ti për Francën? Shërbimi ishte për antiterrorin. Nuk mund t'ja. Okej, jo, thjesht pyetje po bëj. Megjithatë unë të siguroj që kishte vlerë të madhe, peshë të madhe për shërbim të popullit francez. Në atë kohë, jo, kishte shërbimi ishte i përgjithshëm. I përgjithshëm për popullin. I përgjithshëm. Po natyrisht, për jetë njerëzore, nuk kishte shërbim për shtetin si shtet. E qartë, prandaj thash popullin, prandaj specifikova popullin. Po në përgjithësi, domethënë i shërbente luftës kundër terrorizmit. Kaq. Po. Që të mos hym në atë. Në detaj, po. Por fakti është shumë më i lidhur se kaq. Personat në grupin e personave që unë kisha denoncuar, që kisha dhënë këtë shërbim me fjalë, që kisha dhënë këtë informacion, ishte midis të tjerave dhe njëri, më dëgjoni çik mirë, dhe dëgjoni ju të tjerët. Shpërndajeni live-in live në YouTube edhe në TikTok, shpërndajeni sa më shumë. Se është shumë interesante dhe ta kemi këtë cikël me Angelin që të kuptojnë njëri tjetrin më shumë. Ky njeri që praktikisht në sytë e mi ishte mbështetës i Al-Qaedës, e kupton, mbështetës i zjarrit i Al-Qaedës, e kupton? Ishte njëkohësisht dhe aset i spionazhit francez. E kupton? Dhe jo vetëm kaq, po ishte një nga ata persona që grup xhihadistësh që kanë ardhur këtu në Shqipëri në shkurt të 97-s, një muaj para se fillonin trazirat. Qëllimisht në mbështetje të Sali Berishës. E kupton? Domethënë, situata që unë ju kisha paraqitur atyre përbente, si thua, një plus dhe një minus francezëve. Ndërsa amerikanët që morën vesh më vonë, ran pre e gënjeshtës francezëve. Sepse në mes ishte vetë Nicolas Sarkozy. Dhe ai ka qenë një nga njerëzit më kryesor dhe më negativ të gjithë historisë time. Sarkozia. 5 vjetërisht ai nuk ka lënë gjë pa bërë kundër meje. Dhe ke parasysh po flasim për presidentin e shtetit francez, që në atë kohë, po edhe sot, ka një potencë të jashtëzakonshme, qoftë në fushën ushtarake, në fushën diplomatike, në çfarë dush ti. Dhe mbi të gjitha drejt për drejt mbi Shqipërinë. Ç'ne po me Shqipërinë? Enver Hoxha u formua në Francë. Po. Si komunist dhe si spion.
Edi Rama vjen nga Franca. Sali Berisha vjen nga Franca. Do t'i përmendun sa qindra emra të këtyre që shikon ti këtu, të zyrtarëve tanë vinë nga Franca. Po, këta e thonë edhe të tjerë Angel. E thonë dhe të tjerë. Po. E qështë duke dy e pa vërtet? Po çlihet me Sarkozin, pra nga momenti i Sarkozis po thua. Edhe një herë, Sarkozy. Enver Hoxha ka qenë para Sarkozis. Jo, nuk prandaj historia e pushtimit Shqipërisë nga Franca. Jo, po flas në lidhje me mua, në lidhje me Shqipërinë tërësi. Sarkozia në momentin e kontaktit tim të parë me francezët, sa po ishte emëruar ministri i brendshëm. Po flasim për majin e 2002-shit. E kupton? Dhe kur unë plasa skandalin në karabinjerin italiane, në mars të 2006-ës, e kupton? Sarkozia ishte një vit para zgjedhjeve për president dhe po bente çmos që zerat mbylleshin. E kupton ti? Dhe kështu që ai vuri të tëra bateri, tash ç'a isha unë para Sarkozis. E imagjinon do ti? Megjithatë, unë sot jam këtu, pavarësisht se jam në pikën financiare 0, ai ka hyrë ka dalë ca herë në burg. Po. Presidenti, njeriu një nga njerëzit më të pushtetshëm të botës. Dhe ti jeni sigurt ai nuk është i vetmi që ç'a ndodhi më pastaj në Rom tjetër? Pastaj shërbimesh tjera ke ofruar atje? Jo, nuk mund të specifikoj sepse unë vën në rrezik jo vetëm. Sa vite ke je marrë me pjesën e shërbimit informativ, pra që ke dhënë informacion dhe ke shkruar 25 vjet. Për sa? 25 vite. Po. 25. Vazhdon akoma jep apo si atëherë më duhet çik këtu mua tani. Me që jam dhe që të kuptoni juve se që ta kuptojmë se që edhe ai publiku atje se është dhe arsyeja tjetër pse duan ta mbyllin atë foltore atje. Atje bërtasin tao i poshtër, kriminalet janë rrugës e tjera. Po. Kriminalet janë rrugës dhe pastaj do flasim edhe një çik për atë ngjarje në Ksamil. Po tjetër do shkojmë edhe atje. Dhe njerëzit këto i thonë, e kupton? Ja dhe element gazetaresk që nxjerrin edhe ca prova ca gjëra, kupton? Çokurrokën pak, Po. Por unë kam me provë të faktuar, të vullosur e më the të thash që policia dhe prokuroria duke përfshirë brenda edhe Tauland Ballën, po do ta sqarojmë çik rolin e tij, që të mos lëm hije kështu dyshimi të pamerituar si thon fjalës, kanë që nga data zyrtarisht, që nga data 10 korrik i 2023-shit, domethënë mbi 3 vjet, që din emrin, e kanë fytyrën, din veprën penale, që ai ka, domethënë ka grabitur bank me Kalashnikov në dorë, e kanë me emër dhe me fytyrë. E din ku kanë ndentur, din edhe njerëzit që kanë vepruar në bashkëpunim me te për të pastruar para, domethënë paratë e tij i kanë ndarë me njëri tjetrin. Në mes tyre kanë qenë dhe policë. Ky njeri që dyshohet edhe për të paktën 2 vrasje të përdorur nga shteti, sot është akoma i lirë. Kush është ai? Nuk po ta them emrin, por unë po të siguroj që dokumentacioni që ka marrë policia mbi një herë, 3-4 herë të paktën, të plot, ka edhe foto, edhe emër, edhe nga jashtë, edhe çka ka bërë. Edhe personat që e kanë ndihmuar për të pastruar para. Dhe nuk lëviz askush. Ndërsa Tauland Balla, për hir të së vërtetës, kur e ka marrë këtë dokumentacion në dorë dhe e ka marrë nga dora ime me postë, e ka marrë në datë 22 gusht të 2023-shit, një javë më vonë ja ka çuar drejtorisë. Kur ka qenë ministri i brendshëm. Po pra, ishte ministri i brendshëm. Një javë më vonë dokumentacionin e ka çuar drejtorisë policisë Tiranës për veprim. Ata sa kanë bërë. Se kanë çarë kokën fare. Kush e ka devijuar për këtë gjë? Kush nuk e ka bërë? Taulandi apo ky tjetri? Po tash unë nuk besoj. Unë nuk besoj që ka ndonjë drejtor policie që nuk i bindet ministrit brendshëm. Pra, ka qenë dora e Tauland Ballës? Tauland Balla e ka hequr nga vetja e vet, zyrtarisht, të paktën aty figuron që ai ka lëshuar një dokumentacion dhe i ka kërkuar drejtorisë policisë Tiranës të bëjë veprimet sipas ligjit. E kupton? Dhe drejtoria e policisë Tiranës nuk i ka bërë. Unë i kam vënë disa në dieni, kam vënë në dieni të gjithë ministrat që kanë ardhur pas tij dhe asnjëri servis. Po ky Lamallari, ky të tërë pa përjashtim. Si duket shumë i aftë ky. Lamallari më vjen keq, po është as mish as pesh.
sa kohë që ai e di që mbi kokë ka një drama. Po ku i gjen kaq Dgjoj këtu. kaq klono, kaq shiko, lolo, kaq Dgjoj këtu. kaq kështu më të paaftët, si Njerëzit- gjithë paaftët i marrin. Njerëzit që janë vetë të inkriminuar nuk mund të marrin pranë vetes njerëz që janë të pastër dhe mbi të gjitha që janë të guxim.